Fjolla Morina, banore Big Brother VIP Kosova, ka rrëfyer hapur histori që fshihen pas tatuazheve të saj. Ajo tregoi se në trup mban ditëlindjet e 2 vajzave, momente që i quan bekime, si dhe simbole që përfaqësojnë sfidat dhe plagët e jetës. Fjolla tha se një nga tatuazhet është femra më e pushtetshme që ka pushtuar detin, ndërsa një tjetër simbolizon vitin e lindjes së saj, 1986. Rrëfimi i sinqert është bërë viral në rrjet, duke shfaqur një anë më të thellë të artistes dhe duke e kthyer atë në një nga personazhet më të komentuar të këtij sezoni. Reperja shqiptare Tajna vizitoi sot një qendër të moshuarve, duke ndarë buzëqeshje për qafime dhe momente të ngrohta me ta. Përmes Tajna Foundation, ajo realizoi donacionin e dytë për këtë vit, duke treguar kujdes dhe respekt për gjeneratën e artë. Të kthehesh tek ata që kanë dhënë më shumë se ç'kan marrë është bekim. Ky është gest i vogël, por i bërë me shumë dashuri, tha Tajna. Fanzat e mirëpritën vizitën me duartrokitje online, duke vlerësuar gestin e saj human dhe respektin ndaj të moshuarve. Vogue Latin America ka prezantuar kopertinën e dhjetorit dhe në qendër është Bleona Cereti, e cila shfaqet me një pamje elegante dhe një qafore diamanti nga koleksioni Bulgari High Jewelry. Revista e përshkruan Bleonën si një ikonë të çndrueshme të popit, ndërsa ajo paraqitet me një veshje nga Maison Alaya. Në revistën ekskluzive, Bleona ndan detaje nga karriera, familja dhe momentet vendimtare që kanë formësuar rrugtimin e saj profesional, duke e bërë një nga figurat shqiptare më me mendikim brenda dhe jashtë vendit. Një hetim i madh evropian ka zbuluar se një dhurues sperme nga Danimarka, që pa dijenin e tij mbante një mutacion të rrezikshëm në gjenin TP53, është bërë babai të paktën 197 fëmijëve në Europë gjatë 17 viteve. Ky mutacion shkakton sindromin Li-Fraumeni, e cila sjell deri në 90% rrezik për kancer, shpesh që në fëmijëri. Disa nga fëmijët e prekur kanë humbur jetën. Spermës së dhuruesit i u shpëtoi skriningu gjenetik, pasi mutacioni ndodhej vetëm në një pjesë të spermës, ndërsa dhuruesi vetë është i shëndetshëm. Një numër i vogël familjesh britanike e kanë përdorur spermën në Danimark. Banka Europiane e Spermës thotë se ka bllokuar menjëherë dhuruesin dhe ka shprehur ngushëllime për familjet e prekura. Ruajtja kolesterolit në nivele të shëndetshme është thelbësore për zemrën. Nëse kolesteroli është pak i lartë, ndryshimet në ushqim mund të bëjnë shumë punë. 7 ushqimet më efektive për uljen e tij janë: tërshëra e pasur me fibra që reduktojnë përthithjen e kolesterolit, peshqit yndyror si salmoni dhe skumbria që rrisin HDL-n e mirë, arrat që përmbajnë yndyra të pangopura, vaji i ullirit ekstra i virgjër, i cili ul LDL-n, bishtanjoret e pasura me fibra, produktet e sojës që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe avokado, plot yndyra të shëndetshme, dhe beta-sitosterol që kufizon përthithjen e kolesterolit. Këto zgjedhje të thjeshta mund të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin kardiovaskular. Flokët kalojnë një ritual të tërë çdo ditë, nga larja tek tharja dhe deri tek stilimi, dhe disa zakone që na duken krejt të padëmshme mund të jenë arsye pse flokët duken të lodhur, të thatë ose me maja të ndara. Shpesh i përsërisin pa e kuptuar se sa shumë ndikojnë. Këto janë 5 zakonet e përditshme që ja vlen të ndryshoni sa më shpejt. Nëse i lani flokët shumë shpesh, u hiqni vajrat natyral që i mbajnë të shëndetshëm, ndaj skalpi prodhon edhe më shumë yndyrë. Ndryshoni gradualisht ritmin e larjes. Kur vendosni balsam, mos e bëni mbi flokë që pikojnë ujë, sepse produkti hollohet dhe nuk përthithet si duhet. Peshqiri i zakonshëm mund t'i thajë, por edhe mund t'i dëmtojë. Mikrofibra është shumë më e butë dhe shmang këputjen. Mos i krihni menjëherë pas larjes. Flokët e lagur këputen më lehtë, ndaj përdorni një krëhër me dhëm të rrallë dhe nisni gjithmonë nga poshtë. Shmangni tharësen me temperaturë maksimale. Nxehtësia e lartë i shkatërron fijet, ndërsa zgjidhni gjithmonë një nivel të mesëm për të ruajtur shkëlqimin dhe forcën e flokëve.